me rastësisht para ca kohë dëgjova që realisht po kaloja rrugën dhe pash që një nonë me fëmijët moshës 5 dhe ndoshta 3-4 vjeç ashtu, djalin e lejoj me urinu në publik, se është djali dhe guxon me kry urinimin në publik, e vajzës i tha po shkojna po vim mrena dhe pe krym tha se për ty është marrë nëse na sheh dikush. Në ç't formë e fillojmë edhe edukimin seksual për dallimet që i kemi në gjeni, për turpin më tutje, për raportim në rast se me organin tonë ka ndodhur diçka, për funksionimin e këtyre organeve, po krejt në varësi të moshës. Thot, fëmia fillon me kuptu gjinin e tij rreth moshës 3 vjeç, edhe që atëherë fillon me bo pyetje. Çfarë gjinie ka babi? Çfarë gjinie ka halla? Çfarë gjinie ka tezja? Do me thonë, fëmijët vinë në botë, nëse ndjekim një qasje behaviorale, vinë në botë me këto skemat e pambushura të informacioneve të ndryshme, qoftë kontekstit kulturor, qoftë abuzimit seksual që i drejtohemi, cilet do formë që i drejtohemi, që to skema mentale nuk janë të mbushura. Na i mbushim, po pas kohë, me mënyrën se qyshi tentojmë me provojmë me i vesh, qysh ja u spjegojmë që ban me ba një veshje, nuk ban një tjetër, qysh ja u spjegojmë që mundet dikush me urinu në publik, mundet dikush tjetër jo, qysh ja u spjegojmë pse ndodh një përqafim, e madje, kur fëmijët fillojnë rritjen aty rreth moshës 5 vjeç, 6 vjeç, qysh ja u spjegojmë pse dikush e ka barkun e madh dhe brenda barkut e ka një bebe, qysh ka ardhur bebja deri aty, pse dikush ka shumë bebe, dikush ka pak bebe, do me thonë, janë koncepte krejt të thjeshta, që nisin prej neve shpe, dhe nëse vazhdimisht japëm përgjigje në nivel të moshës, na si prind, e krijojnë një farë edukimi që fëmia guxon me bo pyetje. Ja hapum derën që fëmia me pas qatë lirin, aftësinë edhe mundësinë që me na pyet edhe me guxu me na thonë që po valla me trupin tem ka ndodhur shkjo. Ose dikush ka provu me bo kështu me mu, ose on kam provu me bo këta, kështu. Më thonë, nëse na krijojmë një prindërim, krijojmë një mënyrë të shnetshme të rritjes fëmijës, duke provu me ju dhënë përgjigje, sa ka fëmia gjithsesi kapacitet emocionale dhe kognitiv me e kuptu, unë e konsideroj si një mënyrë të shnetshme të rritjes fëmijës dhe krijimi që aty në skema të shëndetshme, që kurdo herë tjetër, në adoleshencë, siç e kemi rastin e vajzës e ndarjes të ndodhur, apo në mosha edhe mos shtyra, na kemi me guxu me ngrit zonin, kemi me guxu me raportu, kemi me guxu me bo pyetje, kemi me guxu me kundërshtu, kemi me guxu me thënë jo, se kemi me njoft çysh funksionon trupi jon, edhe kemi me njoft cilat janë ato drejtat tona që përfshin trupin tonë dhe drejtën tonë për raportim.